pa diskutim që qasja ndaj drejtësisë është e gabuar dhe qasja e probleme personale që ka Berisha me faktorit ndërkombëtar që janë Shteti Bashkuar të Amerikës dhe Anglia janë një vije kruciale për Partinë Demokratike dhe këto dy probleme që janë personale të zotit Berisha kanë marrë përpara një opozitor dhe Partinë Demokratike. Prandaj ato protesta nuk japin dot mesazhin e duhur, prandaj ato protesta nuk mobilizojnë dot zërin qytetar, pasi ato përfaqësohen nga një individ i cili ka probleme ndërkombëtarisht dhe probleme me institucionet e drejtësisë. Unë pa diskutim që jam një vajzë e re, jam profesioniste në fushën time, jam e pakorruptuar dhe pa diskutim që institucionet e drejtësisë unë i suportoj të bëjnë kundra kujdo i cili ka shkelur ligjin, qoftë majtas, qoftë djathtas. Kush ka vjedhur dhe ka bërë korrupsion kurrës popullit shqiptar, vendi i tij është në burg. Nuk ka rëndësi e i majt apo e djathtë. Për mua, parimi i barazisë përpara ligjit në shtetin e së drejtës duhet jetë i njëjtë për të gjithë. Nuk ka nëshurime partie majtas apo djathtas. Pa diskutim që me faktorin ndërkombëtar, qoftë se Berisha ikën dhe vjen dikush tjetër, qoftë unë Tatash, qoftë zoti Saliani, qoftë zonja Tabaku apo dikush tjetër që mund të ketë aspiratë, pa diskutim që hap dhe dritare ndërkombëtare të opozitës me Amerikën dhe me gjithë faktorin në spektrin ndërkombëtar, sepse ne aktualisht jemi bllokuar prej leadershipit aktual.